Ja ku jemi prap te Djela Shqiptare. Bashkë me zonjën Eni Qobani. Zonja Eni, sa shpejt ikin javët madje edhe vitet. Po, zoti Erdit. Përshëndetje zonja Eni. Përshëndetje. Kënaqësi. Siç dihet, sot ne kemi një çift nga qyteti mrekullueshëm i Fierit. Dhe para se të ftoj ata, unë isha kurioz, jo vetëm unë, po edhe teleshikuesit edhe publiku. Donim të dinim sa përqind të rasteve ke zgjidhur të gjithë komunitetit që kanë ardhur këtu te ju zonja Eni. Po, zoti Erdit, është shumë e vërtet. 90%, mos themi se 10% janë akoma në proces gjyqësor. Po. Presim procesin, vendimin, që të themi 100% me fjalë. Zonja Eni, të punës. po ju pyes jo për telebingon tek e Djela Shqiptare, po se ajo dihet në çdo të diel, është i sigurt njeri që fiton 100%. Po u them për çështjet e popullit, që kanë marrë zgjidhje tek ju. Aty është puna e gjithë. Mirë, do shkojmë në publicitet për disa sekonda dhe ju ftoj të na ndihni mos u largoni nga Media Klan, se do të shikoni gjëra më kurioze në pjesën e dytë. Vetëm këtu janë drejtësi. Shumë e vërtet.